Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq. Jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj mërkure të datës 17 qershor 2026 ora 7 fiks nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme si zakonisht në këtë të mërkurë. Do të jemi së bashku edhe për sot, si për herë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 dhe sot do t'ju përcjellim fillimisht disa prej ngjarjeve, lajmeve dhe zhvillimeve kryesore të orëve të fundit për t'u rikthyer pas pak minutash në pjesën ndoshta ato më të rëndësishme në mendimin tuaj të komunikimit të drejt për drejt me ju për çdo problem apo shqetësim që keni. Do t'ja adresojmë pas pak minutash, pasi të ezaurojmë dhe pjesën e informimit apo publikimit të disa prej ngjarjeve dhe zhvillimeve kryesore të orëve të fundit, si për herë përmes oranews.tv faqe të cilën ju mund të aksesoni nga kudo që ndodheni, do keni akses në telefonat apo kompjuterit tuaj. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, video Tirana, marshimi masiv rikthehet në bulevard, protestuesit futen në fan zona, nuk ka kthim pas. Me 5 yje, SPAK sekuestron hotelin e famshëm Zigzag në Jalë. Ndoriqet Arlinda Bogaj mbyll mandatin në krye të operatorit të blerjeve të përqendruara pas 42 milion euro kursimesh. Vijon protesta prej 4 orësh, qytetarët marshojnë në rrugëve të Tiranës, ju erdhi fundi. Video Erion Sapuni mbyllën fjalimet te kryeministria, qytetarët nisin marshimin me daulle thirrje dhe përshëndesin kryebashkiakun te Qelia. Fola pasi u largova nga Shqipëria. Zagani rrëfem pse u detyrua të largohej nga vendi, ndryshe do të isha një kujtim i harruar. Kokaj, qytetarët nuk janë në shesh vetëm për Zvërnecin, Shqipëria ka një mal me halle. Denoncimi aksidentoi për vdekje Gzim Muçajn, si gjykata liroi pas 3 ditësh autorin. Saraçi ndihemi i rënduar pas vrasjes policit, paralajmërimet e mia u bën realitet. Dhuna ndaj protestuesit në Portonov, Shkurti, te qytetari tregjues varr, njerëzit pan veten dhe hallet e tyre. 12 ditë nga zhdukja e Glan Koçit, autori ende në Arati, Armand Shakaj dyshohet se ka ndryshuar pamjen. Mirë është mos ta çojmë me penallti, protestuesit flasin përmes pankartave. Rëzoni këtë klasë politike të kalbur. Gala lije në protest, Brezim do ta shpëtoj të ardhmen, le t'i japin fund totalitarizmit. Organizata e Kombeve të Bashkuara, minat kundër personit, janë regjistruar në të paktën 58 shtete. Do flem të shkallët deri në dërheqje, protesta do përshkallëzoj, të rinjt paralajmërojnë grev përpara kryeministrisë. Protestë qytetare në Korçë, turistët nga Holanda motivojnë protestuesit të rinj duhet të rinë në Shqipëri. Urdhër arrest për 3 ndërtues, hetimet për zyrtarët Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit, Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për 2 kade mbi leje, një tjetër biznesmen detyrim paraqitje. Po dëmtojnë turizmi, protestuesit shqiptarët s'bëjnë dot pushime. I dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje si u kap në Belgjik, Gerd Generali. Profesori motivon studentët në ditën e 17 protestës, bëni të përgjegjshëm dhe votoni ata që ju mbajnë në universitete. Aksident pranurës së drejtorisë policisë në Tiranë.
Vapa shtyn proteste njoftohet spostimi i orarit të tubimeve, ja kur do të mblidhen qytetarët nga dita e sotme. Dita e 17 protestuesja do të shtyjë orarin e protestës për shkak të temperaturave. Nga Salvatore Aliu, tek Eldi e Tangjika, kush është kupola e drejtimit të organizatës. SPAK shpall në kërkim pronarin e Disco Roadhouse. Isa Aliu, pjesë e grupit të Eldi Dizdarit dhe Dritan Gjikës, fotolaj me flamurin kuqezi dhe simbolin e flamingove, turistët i bashkohen protestës. Dita 17 e protestës nis grumbullimi i qytetarëve në sheshin Skënderbej. Kokainë stampuar me shqiponjë në Jaguar, SPAK zbërthen 5 episode të trafikut të drogës të grupit kriminal. Pas aksidentit fatal të Albiano Kreçit, policia kufitare Saran ndokon 8 mjete ujore për verifikim. SPAK goditi grupin kriminal. Çfarë shkruante gazeta belge për Eldi Dizdarin? Pasuria e gruas së tij në Dubai, 9 prona me vlerë 17,8 milion euro. Karamele me kanabis në përshkolla, policia e shtetit nga alarmin drejt Ministrisë së Arsimit, nxosit kujdes nga konsumi aksidental. Goditja e grupit Salvador Aliu, mbrapa pasuritë me origjinë kriminale dëmtojnë ekonominë e ligjshme, prandaj duhen të konfiskohen. Mbeti plagosur Malish krahën e Amekollit, Hita viziton në spital efektivin Edison Adri, nuk tërhiqem asnjë hap përballë krimit. Dogana Durrës sekuestron 25.000 euro të padeklaruara në portin e Durrësit. Aksident aksi Vlor Pandaja, makina përplaset me motorin rreth rrotullim, drejtuesi motomjetit përfundon në spital. Alarm Elbasan digjet magazina e fabrikës së investitorëve turq në zonën e ish metalurgjikut, vijon operacioni për shuarjen e flakëve. Jemi parashikimin e motit për ditën e sotme. Matematika sfidon maturantët përjashtohet nga provimi 2 nxënës për përdorim celular. Skeme parave 50 ton kokainë nga Amerika Latine, SPAK godet grupin Eldi Dizdarit dhe Dritan Gjikës. Nga 10 urdhër arreste, vetëm një i kapur, SPAK godet një tjetër rrjet të dyshuar, ndërkombëtar të trafikimit të kokainës dhe pastrimit të parave, ja pasurit maramendëse të sekuestruara. Kapet në Borsh Peshkaqeni dhe Elpër. Grabitet me armë gjatë natës, një pik karburanti në Kruj. Investuan në Shqipëri fitimet nga aktiviteti i drogës, prokuroria e Shkodrës çon në gjyq 2 personë. SPAK dërgon për gjykim 10 pandehur për trafik ndërkombëtar narkotikësh. Po lëvizte me skaf vijojnë kërkimet në liçenin e Uldës për 37 vjeçarin e zhdukur. Hetimet për pritën rindërtohet skena e krimit. Varderleshu u ekzekutua nga afër, dyshime për ndërtuan pale prokuroria e Tiranës sakton masën arrest me burg për 4 persona. Në vim zhvillime nga politika. Deputetja socialiste e bindur nuk ka arsye pse Rama të jap ndërheqjen. Moncioni mosbesimi dhe aksionet e SPAK-ut Maho, qeveria po përballet me goditje nga të gjitha anët. Shqipëria nuk është në shitje, por deputetja italiane është një popull që po rimerr të drejtat e tij përballë logjikës dominuese. Shqider,
Shqipëria ka bërë progres, por korrupsioni duhet të luftohet me rezultate. Partia Demokratike takon reporterët në Strasburg diskutime për raportin e ri 300 amendamente për zgjedhjet, korrupsionin dhe krimin e organizuar. Epokë e re protesta qytetare. Xhaferi, qytetarët po marrin dorë zërin e tyre, partitë po mbeten pas. E rahën se nuk Boris Rama publikon sherrin e protestuesve me shoferin, frym fashiste e bullizmit në turm. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bën cirk Maliqi, hajdari qeverisë me mandat grabitur, çfarë ndodhi në KZAZ-n e Kuçovës kur u fikën dritat për 2 orë. Berisha Rama po fsheh Arubën demokratët u bashkohen protestave qytetare. Intervista Rama për Vanity Fair, e vërteta mbi ishulin e Sazanit dhe kush qëndron pas protestave. Begaj në Uzbekistan, nxisin bashkëpunimin në fushat me interes të përbashkët. Shpërndajnë i parlamentit, Mariana Koçeku sfidon socialistët, nuk ka marrë mandatin e deputetit. Kryeparlamentari Peleshi në Holandë rikonfirmohet mbështetja për përshpejtimin e procesit të negociatave. Hoxha në Luksemburg, Shqipëria bashkëpunim me partnerët evropian kundër kërcënimeve hibride. Ministri Nufi me zyrtaren amerikane, bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara, shtyll për modernizimin e forcave të armatosur. Deputetët e Partisë Demokratike në Parlamentin Evropian takojnë me McAllister. Integrimi Evropian kërkon reforma reale. GKK Rozon Velien do të qëndroj në kafazin e xhamit seancat çdo javë dhe jo transmetim live. I panderu i Spakut, Laren Dreca vazhdon këngën e vjetër në GKK. Veli e ka sërish mat me skema në GKK ja vërteta për fashikun. Foto Zhupa ligji 21-2024 cenon zonat e mbrojtura, kemi nismë për shfuqizim. Video Rama publikon deklaratën e Marta Kos për projektet në Zvërnec dhe Sazan. Video Rama në Bazel të Zvicrës, në 3 dekada shërbim publik, nuk ka mundtuar kur privatisht me lekët e shtetit. Video procesin GKK. Revelie vijon dishmanget Spakut në sallën e gjyqit. Eksperti IT-s ja si ushtrit partijake po manipulojnë algoritmin për të shuar protestën e të rinjve në rrjetet sociale. Të rinjë në protest deputeti socialist vështirësit janë normale në gjithë botën. Spahiu reformat prioritet për integrimin në Bashkimin Evropian. Deputeti e Maleve pas luftës politike i kthehet paqes shpirtërore. O Zot, Paliqi mos e prishti protestën, largoni Ramës si të keqen e vendit larg tirjeve Berisha në burg. Fino, kapitulli 31, ndër më të avancuarit në negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dita 16, shqiptarët sërish në protest në Tiranë. Ndalen vijim të zhvillimet nga rajoni, përpara të zhvillimet ngjarjet kryesore. Ndodh në fushë Kosovë, goditet me thik një person, arrestohet i dyshuari. Zëkani sa auditimin e sistemit për menaxhimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore. Tensione mes Shkupit dhe Sofjes, zjarrvënie ndaj automjeteve diplomatike pranë ambasadës bullgare.
Abdigjiku pret ambasadorin gjerman. Vendi ka nevojë për stabilitet politik dhe institucional. Gjykata cakton nga 30 ditë para burgim për nënë e birë të dyshuar për vrasjen në Prizren. Strasburgu i mbyll derën Dodik. Gjykata Evropiane rrezon ankesën kundër dënimit në shkarkimit të tij. U zon duke vjedhur naftë nga ekskavatori. Kapen 4 persona në vushtri. Shëbaja paralajmëron ndryshime në kontributin e saj në misionin e NATO-s në Kosovë. Në Itali, adoleshenti dyshohet se vrau tezen dhe Kosovë Ahmeti, arsimi në krizë. Inteligjenca artificiale po zvendëson mendimin kritik të nxënësve. Vjedhi makina falsifikonin shasi dhe i shisnin si të ligjshme. Arrestohen 13 persona nga rrjeti shqiptar në Athinë. Ish-ministri gjerman pranon gabimin BE kur shtëzoi padrejtisht Kosovën. Krim në Greqi, policia plagoset me thikë në bashkëshorti, autori ndërmerr aktin e rënd në makinë. Digje makina diplomatike bullgare në Shkupra, Bullgaria, u rrezikuan diplomatët tanë. Aksident me 3 viktima në Kroaci. Gjykata në Prishtinë dënon Hysri Selimi me 6 vite burgim për spionazh për Serbinë. Numërojnë 40% të votave me postë, vendosje me 70% në mbështetjes së diasporës. Marizihet poshtë akuzat e Vučićit se Podgorica zhvillon luftë hibride kundër Serbisë. Sekuestrohen 96 kg kanabis të kufirin greko shqiptar, dyshohet se u trafikuan nga Saranda. Fotolajm i mirë për bujqit e Fushë Kosovës, nis aplikimi për përfitimin e mjeteve bujqësore. Foto, komuna e Podujevës saktëson rregullat për kujdestarit e farmacive gjatë natës me festave. Tragjedi familjare në Greqi, 4 vëllezër dhe motra humbin jetën në banesën kontejner. Foto, Kru Mitrovica njofton punime në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit në disa zona. Paraburgim për 5 të arrestuarit për rastin Reçaku 2 dyshohen për krime lufte. Në vijim lajme nga bota. Alarm social në Gjermani, numri i vdekjeve te i kalon lindjet. Ceremonia në shkrimit të marrëveshjes që Iran do të mbahet në një rezort malor në Zvicër. FBI zbulon komplotin Trondidës. Dron me eksploziv synonin shtëpinë e bardhë gjatë aktivitetit për Donald Trump. Fobia parandaloi një masakër të mundshme në shtëpinë e bardhë gjatë UFC. Një piramidë e lashtë në Meksik është shembul, arsyeja është shqetësuese. Bilanci i Ebolës rëndohet në Kongon Demokratike. 29 raste të reja brenda 24 orëve, afro 200 viktima. Samiti bëjë Britaninë në 22 korrik në Bruksel, fokusit e bashkëpunimit pas Brexit. Franca përballet me valë ekstreme, nxehti temperaturat arrin deri në 40 gradë Celsius.
Tërmetin indonezi raportohet për viktima dhe të plagosur. Alarm në Britani, ushtëria mund kufizoj stërvitjet dhe operacionet për mungesë fondesh. Alarmi social në Gjermani, numri i vdekjeve te kalon lindjet. Kina inkurajon arritjen e marrëveshjes SBA-Iran, nuk duhet të ktheheni te përdorimi i forcës. Saudia shtrëngon masat e kontrollit të emigracionit. NATO mbetet gurthemeli i mbrojtjes të Europës, Kallas në Parlamentin Evropian, bëhet përballje me kërcënime hibride në rritje. Nuk kam qenë kurrë interesuar për ndryshimin e regjimit në Iran. Trump, zhvillimet po shkojnë në atë drejtim. Franca në alarm nga vala ekstreme të nxehtit, temperaturat pritet të alin rekord. Shqipëria, një nga vendet më të avancuara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, eurodeputati Shedër, negociatat mund të mbyllen deri në vitin 2026. Video dronët Ukrainas godasin rafinerinë e naftës në Moskë, pezullojnë fluturimet në 4 aeroporte. Provokim detar në Europë, ania ruse dyshohet për të shtëna pra njaftit regjistruar në Mbretërinë e Bashkuar. Samiti gështatës Trump marrëveshja përcakton se Irani nuk do të ketë kur armë bërthamore. Si po e përpin Kina Europën, analiza e Le Monde, pse Europa nuk është në gjendje të mbrojë industrinë e saj kundër tronditjes së dytë kineze. Kremlini Zelenski mund të vijë në Moskë, por vetëm për bisedime serioze. Zelenski takohet me Trump në samitin e gështatës. Presidenti i Ukrainës kërkon më shumë armë ndaj Rusisë. Tërmeti i fuqishëm në Kinë, një viktim dhe disa të plagosur. Pas këtë një tjetër hap në kompaninë e tij, SpaceX blen gigantin e kodimit, inteligjencë artificiale. Shkatërrohet rrjeti kriminal në Europë, trafik armësh të falsifikuara nga Turqia drejt Bashkimit Evropian, 10 arrestuar. Zelenski falenderon Kanadan për sanksionet e reja ndaj Rusisë mbi 160 subjekte në shënjestër të flotës në hije. Ushtria britanike paralemron ulje të stërvitjeve nëse nuk rriten fondet për mbrojtjen. Italia arrestohen 7 persona për sulme terroriste dhe sabotim të linjës sekurudhore Rom-Firenze. Tragjedin në Kaliforni rrëzohet bombarduesi ushtarak amerikan pak sekonda pas ngritjes, jasa viktima mbetën. Alarmë SBA zbulohet plani për të goditur natën e luftimeve të UFC në shtëpinë e bardhë. Britania shpreson qëndrimin ndaj Rusisë, ndërsa paqja në Europë nuk rikthehet pa ndaluar luftën në Moskë. Dhe në fund lajme nga sporti. Mbappé dhe Barcola japin 3 pikët gjelave përballë Senegalit. Në prag të debutimit në botëror, trajneri i Portugalisë jep dorëheqjen, zbulohet vendimi drastik. Pepo zbulon minën me sahat të botërorit, ky ekip do të bëjë surprizën e madhe. Ekipet e mëdha ende nuk kanë bindur Demi, portieri i Arabisë Saudite vodi vëmendjen e botërorit. Franca për finale ku Lemani kanë lojtarët më të mirë të kompeticionit. Jose Shtrepi zbulon arsyeën e barazimeve të shumta skuadrat po luajnë me. Madraziu ndeshjet e para nuk vendosin fatin. Italia 94-s nisi i keq dhe shkoi në finale. Nuk kanë hyrë ende në ritmin e tyre, hallaçi, ekipet e forta kanë ende kohë të reagojnë dhe të tregojnë vlerat e tyre. Video Francë-Senegal zhbllokohet rezultati. Pleshti rishkruan historinë e Kupës së Botës që në minutën e parë. Rrëzohet pas 68 vitesh rekordi historik që ka çmendur tifozët e Brazilit. Skandal në botëror përpara debutimit, Kanadaja për zojullin e Kanës me 8 akuza. Mirdozuni kapet mat në strimin e çmendur grek, fazat e terrasit ja si reagoi ylli kombëtares. Spanja tani duhet t'ia mal më i mirë plani Luis de la Fuente për ta pasur në 100% të formës.
Alarm të Franca Didier Deschamps zbulos skuadrën që do të rëndis botërorin 2026. Rinovimi i kontratës së Christian Kivu me Interin është shtyr. Zbulohet arsyeja. Historia befasuese e trajnerit Solbakken, ai vdiq për 7 minuta pasi infarkti, tani është të kryet në Norvegjisë në botëror. Botërorin e SBA Aremi dhe trajneri i Iranit nuk i kursen kritikat, jemi më të keq trajtuarit këtu. Të ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që i ndihni më detajuar edhe vetë duke klikuar në oranews.tv. Një hapësirë shkurtër publicitare, vim pas pak flasim drejt për drejt me ju, mos u largoni. Dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju nga ky moment dhe deri në përfundim, pra deri në orën 8:50 minuta të jemi së bashku në 3 pjesë dhe një pasqyrshme për të folur e bashkëbiseduar. Si gjithmonë në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit për takimin e radhës e kësaj të mërkure të datës 17 qershor 2026. Në pjesën e parë ju përcollën zhvillimet dhe ngjarjet kryesore të orëve të fundit që ju patjetër i ndiqni edhe vetë, sikundër ja u themi çdo ditë përmes oranews.tv nga kudo që ndodheni përpara të pse jo lajmin e fundit dhe gjithçka ndodh në vend dhe jo vetëm edhe ju që jetoni i jashtë rojeve shqiptare. Koha televizive është për ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë mëngjes të sotëm, si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 edhe për ditën e sotme. Kemi disa përgjigje për të ezauruar, por besoj të ta bëjmë gjatë minutave të ardhshme, me shpresën që edhe 2 personat na dëgjojnë për sa i përket atyre shqetësimeve të pretenduara, po themi kështu, të ngritura ditën e djeshme lidhur me pensionet. Ndërsa ata që na ka shkruar më së shumti ditën e djeshme pas emisionit, kanë pasur merakull, mund ta them kështu, por informacion më të përgjithshëm të një prej elementeve që ishte thonë që do të miratohet edhe më herët dhe që lidhet pikërisht me amnistin penale, kështu që ajo pritet miratohet në seancën e ditës së nesërme, prapë që përkon edhe ajo e të enjtës në parlament, kështu që nga nesër do të hyj pastaj në zbatim dhe janë ato kategoritë e përfitimit që ja u kemi thënë edhe herët e kaluara, kështu që sipas draftit do të jenë burrat që deri në 31 dhjetor 2025 janë dënuar me vendim formës së prerë deri në 3 vite burg ose u kanë mbaruar pa shlyer 3 vite, apo gratë që janë dënuar apo u kanë mbetur pa shlyer 4 vite burg deri ditën e fundit të vitit kaluar, do të lirohen menjëherë, por në fakt është thënë dhe kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi pastaj që për veprat e rënda penale, të cilat lidhen me kompetencën e SPAK-ut, nuk do të përfitojnë. Madje është thënë dhe nga autoritetet përkatëse, si Ministrisë së Drejtësisë ashtu edhe të institucioneve të tjera, që do të jetë zero tolerancë kundrejt subjekteve të SPAK-ut dhe të GKK-s. Por gjithsesi, kjo sa për korrektesë të atyre të cilët na kanë shkruar në ditën e djeshme për pak më shumë dhe më tepër informacion lidhur me amnistin. Kështu që nesër kalon në parlament, besoj pastaj çështje ditësh për tu aplikuar në terma konkreta ato të lirimit të njerëzve nga qelia, sigurisht sipas kategorive të përcaktuara në draftin e amnistisë penale për vitin 2026, e cila ishte parashikuar të zbatohej që në fillim të këtij viti, por që për arsye edhe jo vetëm vendase u shty për 6 muaj, rreth 6 muaj. Mirë, ju presim në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 në këtë mëngjes të sotëm të kësaj të mërkure të datës 17 qershor, ora 7:32 minuta. Jemi pritje telefonatave të para për takimin e ditës së sotme, për gjithë ju që dëshironi të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit edhe për sot. Do të jemi si zakonisht deri në orën 8:55, si për herë në fakt nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 në këtë muaj të parë të verës të muajit qershor me temperatura të larta, kështu që përfitojmë nga rasti ju bëjmë edhe një apel për të pasur kujdes, pse jo, dhe për të qëndruar sa më pak në ato orët e pikut. Shohim dot as në ndeshje futbolli sepse janë vonë, kështu që
gjeni mënyra të tjera për të shmangur ato orët e pikut. Kemi telefonat? Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Ju flasim nga Lushnja. Po. Një herë kam bërë një kërkesë të kyete për legalizime. Aha. Cili rast të lutem? Po, kam aplikuar për legalizime për 20 jetë, për shpitë. Dhe nuk kam marrë asnjë përgjigje. Jam ka qenë atje se ka qenë atje, para një muaj për një kërkesë me shkrim. Po, more përgjigje? Vota, nuk kam marrë përgjigje prapë, tani po drejtori mënues që mund të besoj që mund me përgjigje. Patjetër, pse jo, me kënaqësi madje. Po, më ke nisur ndonjë dokument aplikimi apo jo? Ti kam nisur javën e parë dokumentin e Ku të lutem se unë kam të vështirë të identifikoj vetëm nga zëri. Ku ma ke nisur që të mund ta shoh? Në WhatsApp në numër 017 në fund. 0? 017. Numër fundit. Nuk kam nisur dhe adresën se që nisur në kështë shkajtë më vonë. Një sekund. Apo në datën 10. Aty ka qenë. Po e kam përcjellur rastin tuaj. Në prit. Pranish oficinës së plasmasit apo jo? Po. Unë kam përcjellur, nuk është se kam marrë përgjigje, sepse me të drejtën pak ditë ka kaluar. Ky aplikimi është i 96-ës. Është 2005-ës që jam numër që është numër kështu protokolli kjo, mendova çfarë ka qenë jo që kam aplikuar unë. Po pra. Domethënë nga viti që ke aplikuar deri sot nuk ke marrë asnjë përgjigje? Asnjë përgjigje vendet që na sollasin. Tani u bë urbanizimi lagës e tëra dhe tash nuk ka probleme se thoshin jo se është urbanizimi, jo do filloj më vonë. Jo, Lushnja është lënë brapa, thanë edhe zimë që të veprojmë. Tani më së fundi më thanë me një punonjës, më thanë mu do të kesh në një mik deputet, tha. Do të kesh në një deputet ose në një mik. Ashtu, a? Në kuptoj që do t'japësh lekë kita marrë, se... Po jo, më i dashur, s'ke arsye. Mi më përkësho këtova unë. Unë e përcolla që të nesërmen e komunikimit së bashku, prit, që t'ja u them fiks. Si, urdo? Se kom që të mi që anë sunën të papë me, i kanë marrë veç që unë jam i të familje që s'ke marrë. Se mi se është problemi të lagjes, nuk e tim. Mos është një ndërtesë që është ndërtuar në zonë që nuk lejo, apo s'ka lidhje? Jo, s'ka pa i në të mbite një parcel është. Pra ti s'ke marrë asnjë përgjigje, domethënë përgjigje zyrtare kam fjalë, jo përgjigje kështu me... Përgjigje zyrtare kërkesë e fundit nuk kam marrë, ajo u drejtova. Kam pyetur atje. Besoj që brenda javës do ta kemi një sjarim, sepse si kundër thashë kam përcjell të nesërmen e datës 10, të njëjtën në datën 11 e kam përcjell. Si rast dhe brenda atij afatit po themi kështu të përcaktuarimi për ta. Shikoj, në çdo rast na vjen përgjigje, kështu që mos u shqetëso fare. Jo, faleminderit. Dakor? Për të interesoni shumë për popullin. Faleminderit. Është shumë pak për ne, kështu që është asgjë që na mundon apo na shqetëson. Dakor? Dakor, faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve për telefonatën, gjithë të mirat. Sepse shikoj, ka raste dhe njerëzit me të drejtë shqetësohen, nëse kur dalin dhe thon njerëzit që është zgjidhur një problem i caktuar apo një çështje e caktuar, me të drejtë pastaj po prit se kam përcjell dhe unë, po në një rast zgjidhet më shpejt, në një rast do atë kohë neve dhe kështu me radhë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhro, të lutem, ule pak zërin e televizorit. Kam dalë jashtë fare se nuk. Okej. Me Klodi do të Po Klodi, am urdhoni. Klodi, kemi një problem me këtë dëm shpërblimin. E kujt? Edhe ule zërin e televizorit, të lutem, se disa më pengon apo jo. Po, fitja dhe televizorin aty pranë. Ule janë që. Të dëgjon Klodi? Të dëgjoj, po më t'i këllon keq edhe zëri. Të lutem, se është keq në kufi. Kemi bërë kërkesën, disa pjesëtar të familjes, do më 5 pjesëtar e ka marrë, unë nuk e ka marrë. Kur thoni dëmshpërblim, për çfarë keni fjalën? Për
përndjekurin politik. A, për të përndjekurin politik, po pse nuk është një dosje ajo? Po në një dosje, e ka marrë çdo 4-5 e ka marrë rregullisht. Këtë radhë më nuk ka ardhur. Atyre u ka ardhur që në fillim të muajit qershor, ndërsa një pjesëtar nuk i ka ardhur. Juve çfarë kësti keni marrë? Këstin e 4 e kemi marrë, jemi të 5. 5 e morëm 5 veta, i 6 e ka marrë. S'ka problem, thjesht është çështje kohe e nderuar. Unë mendova se ata kanë vazhduar me të dytin, të tretin, të katërt dhe ju s'keni marrë asnjë. Jo, nuk kuptoj se kanë marrë në fillim të muajit qershor, 505. Po. Kjo dosje është ekzekutuar. Kësi 5 e morën, 5 veta, trashëgimtarët e familjes, një pjesëtar se kanë marrë akoma, s'ka ardhur në bankë. Po këstin e 4 e kanë marrë njëkohësisht? Po, njëkohësisht, të të një lloj. Kur? Të një personesh. Një persone si dënuar, ndahet të 4-5 pjesë. Dakor, e kuptova, po them, këstet e kaluara i kanë marrë të gjithë njëkohësisht apo dikush e ka marrë më herët dikush? Njëkohësisht janë marrë. Ashtu, po. Se është njëti persone, do të i dënuar. Kuptova, po mendova që mos ndoshta është një procedurë që e ka marrë më vonë këtë të katërtin. Jo. Po ja prita sot e data 17, dje me 16. Sa ka kaluar? Sa kohë ka kaluar? 16 ditë që e kanë marrë ata tjerë, unë se ka marrë. Ke arritur, ke pasur mundësi të pyesësh në institucion apo jo? Ku pyetet me? Jo, po të pyet nuk ka. Shikon, nuk po të them se s'ke pyetur, po thjesht po ju pyes që keni pyetur, jeni adresuar apo jo, që të di edhe çfarë ju kanë thënë nëse keni pyetur. Jo, nuk kam pyetur, se s'kam të pyes, vetëm të dërgojnë një letër tani, sa rrugë tjetër. Ne me të kujt është dosja? Sa kohë proceduari? Përfituesi që nuk e ka marrë? Mira Pepa. Ku banon zonja? Zonja këtu në thamë të Lushnjës, që është Shegadmi, komuna. Nuk mund t'jetë shpërndartë të tjerët, Jo. Jo, të tjerë, po e kanë marrë, kjo dosje është ekzekutuar në fillim të muajit qershor, e kanë marrë 5 pjesë si kanë marrë, një pjesë nuk e kanë marrë. Njëri, vetëm një person. Do më lëshë dhe numër kontakti? 069 29 135 18. 18 në fund, një auto? Po, 18. E kuptova, okej. Mirë, falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj, gjithë mirë. Nëse do kemi një serim, patjetër që do ja u përcjellim. Ndërkohë, presim të tjerë telefonues në 7:40, si zakonisht në 068 99 00 008 dhe 068 60 54 639 në këndimin e kësaj pjese të parë të emisionit. Nga dita e djeshme kemi pasur 2 raste për çështjen e pensioneve, 2 pretendime, le të themi kështu. E para për zonjën Nurie Poçi dhe nuk qëndronte konstatimi i zonjës, pra është pension kooperative dhe jo si kundër na deklaroi, e kam këtu edhe listën e plot të viteve të punës dhe atë vendimi për caktimin e pensionit nga ana e sigurimeve shoqërore, dhe pastaj një tjetër rast i zonjës Drita Doku që nuk rezulton të ketë bërë fare asnjë aplikim për pension në i Albania. Pra këto 2 raste nga dita e djeshme. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Ora News, ja? Si? A jam me këto emisionin e mëngjesit e Ora News? Po, Klodi jam zonjë, urdhoni. Klodi, unë kisha një problem, na fort pak me burrin tim. Patjetër, ma thuaj. Ja, thojtë. Alo. Vazhdoni. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, zotëri. Jemi nga Gramshi, një person nga Gramshi. Po? Bëjmë pjesë në trashëgimtar dhe ishtë përndjekur e politik. Po? Edhe kështën e 4 që kemi marrë, flitet ka kaq muaj për kështën e 5, mirë po nuk dim ku ta gjejmë emrin, në Gramsh gazeta nuk po vijnë më fare, i ngjojmë në njëre këtu, po nuk qëllojmë dot, se si do të bëhet puna jonë. Dëgjoj pak, varet kur e keni marrë kështin e 4, Një vit e ca. Një vit e ca. Po, që vit në maj, në prill.
Shiko, ka një të vërtet këtu. Te mënyra se si funksionon shpërndarja e kësave për ndjekurit politik dhe jo vetëm. Sepse fakti që dikush si në rastin tuaj ka marrë të parin, të dytin, të tretin dhe të katërtin, do të thotë shumë. Në kuptimin jo se ka marrë shumë, se ky proces duhet të ishte mbyllur më herët, po tregon shumë për faktin që ky proces do të vazhdojë për ju dhe për të tjerë, dhe për këstin e 5 dhe për këstin e 6 dhe kështu me radhë derisa të përfundojë kjo histori. Kësti 5 sapo ka nisur, nuk është se ka shumë kohë që ka nisur. Ne po interesohemi që nuk dim a na ka dalë emri dhe çfarë mund na kërkojë në dokument në gjë. Kur emri I dosjes të lutem? Tamam, 11. Jo. 11 numri I dosjes 11857. 11? Po, 857. 857. Po emri I dosjes në emër të kujt është? Plaku im Hekur Shuli. Përfituesi? Tele Shuli, unë kam atë prokurën, pa jemi 4 fëmijë, po. Kush ma thua emrin? Tele Shuli. Tele? Po, Tele. Emri veçantë? Po, kështu e ka thonë. Kështu ishte atëre. Në Gramsh banon, apo jo? Gramsh, në I fshat. Pa mi më dakord. Me jepë dhe I numër kontakti? Numër kontakti, Me këtë numër që mund të marrë do të si, Klodi. E dija këto, po ta nxirja kollaj, nuk të thosha. 069 Aha. 23 Po. 80 Aha. 653. Ky është numri joni familjes. 683 apo 53? Jo, 6, 5, 5. 5. 3. Grazie. Faleminderit shumë. Po tani do na marrë sa si do bëhet. Po kështu I bia apo jo? Mirë, faleminderit Klodi. Të uroj një ditë të mirë. A është vapa ndaj nga juve? Është çik. Pa. Okej. Jemi çik më freskët se ju të Tiranës ne. E marr me mod, I çik më shumë po. Po, mirë Klodi, faleminderit. Pres telefonatën tuaj. Faleminderit. Është I reklam, faleminderit, pres të më marrësh. Gjithë të mira zonjë, faleminderit, ditë mbar. Thash, kjo çështja ishte për ndjekurve politik. Okej, është e vërtet që ka nisur dhe vazhdon si një proces jo edhe shumë I shpejt, për arsye që s'është vendi këtu për t'i thënë, se çon si ka tek e fundit për ata të cilët presin zgjidhje dhe marrjen e asaj që është përcaktuar në ligj, por sigurisht që nga një këst në këstin tjetër pastaj do duhet një rrugë paksa edhe e gjatë, qoftë edhe me vite. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Jo. Urdhroni. Ule, zërin televizorit të lutem, mirëmëngjes. Alo? Alo, Klodi? Po, Klodi, jam, urdhoni. Po. Të lutem, shkojnë protest, aty të njëtën protest, vetëm protest, duhet të shkojmë ty. Shumë faleminderit. Nuk e dëgjova se është larg edhe, afroj pak telefonin, të lutem, ma thuaj edhe një herë. Po pse ikë, pse u largove? Çfarë tha? Më tha mua, apo thoshte përgjithësi? Po pra se dëgjoj larg, prandaj. Por gjithsesi nëse na dëgjon nga televizori, më merr prapë të lutem në mënyrë që nëse ke ndonjë mesazh ta përcjellësh tamam si kundër duhet. Okej, gjithsesi jemi në 7:46 minuta, mirëmëngjes telefonata. Afroj pak telefonin, të lutem, zotëri. Po të dëgjoj larg, po afroj pak telefonin. Nuk e dëgjoj fare. Thjesht fjalën protest dëgjoj, pastaj tjetrën nuk arrit ta dëgjoj mirë. Jo, duhet të shkojmë protest, ty me shokët e tuaj. A duhet shkoj unë protest? Po, duhet të bëjmë kësaj protestet. Elita me ju në të ju.
A more vesh? Jo tani e dëgjova, po mora vesh, jo mora vesh, ai dëgjove thuaj. Po. Se për të marrë vesh mund t'ja lejoj babait tim. Jo, a e more se dëgjove këtu. Për të dëgjuar po, për të marrë vesh mund t'ja lejoj babait tim, do thotë more vesh apo jo. Ju do të shohim fytyrë e elitë të vendit. Këtë po, këtë e dëgjova. Ne nuk dalim për zot kësaj fundi. Pa diskutim. Do di. Shumë faleminderit për telefonatën. Ditë të mbarë në 7:48 068 60 54 639 068 99 00008. Në fundin e pjesës së dytë programit jemi për ditën e sotme, kështu që ju presim deri në atë orë. Por para se të shkojmë, pas ka kaluar edhe ora, para se të presim të tjerë telefonues, ndalemi flasim për mesazhin e pensioneve private. Është më shumë se sa kaq nëse dikush apo disa janë bezdisur nga përcjellja e një lloj prapë të mesazhi por ju. Mesazhi të tillë nuk duhet ta bëj as pak. Nuk duhet ta bëj as pak sepse iniciativa të tilla marrin shumë pse jo dhe kohë televizive, por dhe shumë vëmendje nga ana e publikut të gjerë në vende të ndryshme, qoftë rreth nesh, por edhe në Europë dhe më gjerë. Dhe jo më kot në shumë vende edhe të zhvilluara ekonomikisht, kjo sipas statistikave të institucioneve financiare ndërkombëtare që kanë ekonomitë më të forta në Europë dhe në pjesë të vendeve që përbëjnë atë top listën e 10 apo 15 vendeve më të fuqishme në botë, e kanë kthyer në një sistem të detyrueshëm shtyllën e dytë të pensioneve që janë pensionet private. Dhe kjo jo pa qëllim, dhe ka ardhur si pasojë analize të gjerë të bërë nga njohës të skemës së sigurimeve shoqërore, njohës të skemave të ndryshme të ekonomisë, sistemi bankar, banka të ndryshme, edhe të tjera me radhë. Edhe në Shqipëri është kërkuar që të ndryshohet skema e pensioneve në vendin tonë. Çfarë do të thotë të ndryshohet? Kjo do të thotë që t'i shtohet vëmendje ose të shihet si një mbështetje kryesore e sigurimeve shoqërore në shtet, shtylla e 2 dhe e 3 e pensioneve, që ka të bëjë me pensionet private, dhe që në krahasim me ato shtetërore sigurisht që përfitimet janë më të shumta. Janë më të shumta qoftë edhe vetëm si pensione dhe kontribut që bëhen, por shkojnë përtek kësaj. Çfarë do të thotë shkojnë përtek kësaj? Shkojnë përtek kësaj sepse një punëdhënës, nëse e paguan kontribute private për punëmarrësin, sigurisht që ka shumë lehtësira datimore dhe fiskale. Një person vetë në rast se hap një llogari bankare sot për efekt pensioni privat në Sigal Invest, patjetër që ka shumë përfitime përveç përfitimit të drejtë për drejtë që vjen nga kontributet e tij. Të tilla si, po them ndërto, po ulje të shpenzimeve spitalore deri në 50% për shembull. Nuk është pak apo jo? Nuk është pak, sepse tek e fundit ti nuk bën asgjë, ti nuk ke ndonjë detyrim, po themi, për ta përfituar atë, por thjesht vetëm se ke atë kartën e antarit, po e quaj kështu të pensionit privat në Sigal Invest, në fondi Sigal për pensione private, dhe thjesht e paraqet atë dhe ke ulje. Po te sigurimi detyrueshëm i makinave pastaj. E kujt nuk do i interesonte që të paguante më pak. Dhe kjo nga çfarë? Nga asgjëja. Thjesht që ti je antar aty, kurse paratë tua, investon paratë tua, u jep kuptim dhe vlerë atyre, dhe pastaj të kthehet jo vetëm te kontributi drejt për drejt dhe përfitimi drejt për drejt në kthimin vjetor për rreth 4.6%, por edhe këto të tjera si kundër tham, lehtësira fiskale, tatimore, të gjitha me radhë. Dhe prandaj themi gjithmonë që, dhe na e thon ata të cilët jetojnë jashtë, që në Shqipëri kanë gjetur një lloj funksionimi më të mirë se sa në vende të tjera. Pasi atje është vetëm përfitimi kufizuar në kanalin e kontributit dhe të përfitimit nga ana e institucionit atje. Pensioni privat është i trashëgueshëm, nuk humbet kurrë. Ju mund ta përdorni atë në çdo moment të dëshironi. Nëse po themi pas 10 vitesh që ti je antar ose je pjesë e fondit Sigale, të del një shpenzim i papritur dhe i papërballueshëm me financat që ke në atë moment kur të ka dalë ky shqetësimi apo problemi, e ke aty dhe thjesht thua që po, e kam të depozitën, e përdor dhe ke një hall më pak. Përcaktoj vetë të ardhmen tënde financiare, përcaktoj edhe vetë qetësim po ashtu. Për sa i përket një prej problemeve me të cilat prej vitesh qytetarët, dhe kur them qytetarët, ata që janë pensionistë përballen dhe na i tregojnë se sa të vështirë kanë për të përballuar jetesën e tyre në kushtet e një sasie pensioni shumë të pakët që marrin
që mos u pastaj probleme që pse është hiule dhe gjitha me radhë, por çfarë si ka pastaj. Aq është. Ndaj telefononi numrin në poshtëm, vizitoni dhe rrjetin social të Fondit Sigal në Instagram dhe Facebook për të parë dhe aty me shembuj konkret ilustruar përmes videove për kace, të cilat u japin përgjigje edhe pyetjeve që ju keni, por edhe ne kujdesemi që t'ju kthejmë gjithmonë përgjigjet në për mesazhet që na shkruani. Faleminderit Sigal. Bukur, kemi kohë për të pritur të tjerë telefonues në 068. Okej. 99 00008 dhe 068 60 54 639. Jemi në fundin e pjesës së dytë të programit për takimin e kësaj të mërkure të datës 17 qershor 2026. Numrat I keni aty në të djathtë ekraneve tuaja, sekundër mund të na shkruani edhe përmes rrjeteve sociale. Jo, nuk e kam draftin e plot të amnistisë, kështu që nesër besoj do ta ndiqsim përmes kronikave. Mirëmëngjesi. Alo? Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, Yll. Ç'kemi nëna mire? Mirë vëllai, si jeti? Jam pensionista si folëm dje drita, si mëse do t'ja përgjigje sot. Po, nuk rasti juaj, emrit lutem? Drita Doku. Për çfarë problemi kishe ti? Po, e thash pak më përpara, e dashur dëgjoj pak për pensionin. Po. E thash pak më herët, nuk e di nëse ke dëgjuar apo jo. Se kam dëgjuar se isha shtrirë nga komba së shleg gjithë natën e kam. Nuk ekziston në sistem asnjë lloj aplikimi që ti të kesh bërë për pension në Albania. Si ka mundësi, unë I kam bërë në Ja ku kam përgjigjen. Dje në orën 13:18, Drita Dokus më del të ketë bërë aplikim për pension te Albania. E thash pak më përpara sepse ishin dy raste, dhe një ndërtoi ishte rasti juaj. Për vitet e kooperativës. Urdhë? Për vitet e kooperativës se pensionin e kam morën. Si për vitet e kooperativës? Nuk mi kanë fut vitet, 8 vitet kooperativës. Po ti më the për aplikim, ti e zoj? Urdhra? Ti më the për aplikim, dje, se edhe përgjigja më ka ardhur që nuk ka si aplikim për pension. Jo. Pas pensionin e kam marrë, kam 3 vjet që kam dalë, më kanë fut vetëm vitet e punës shtetit, kurse të kooperativës nuk mi fusin. Një sekund, mos u largo pak. Tani mua biseda ti nuk më kujtohet, por unë kam përgjigje këtu në orën thash edhe një herë. Por gjithsesi ja po I shkruaj prapë drejtoreshës për të marrë përgjigje tjetër. Rraf, shumë faleminderit. Asgjë, do të ta kthejmë patjetër ose sot nuk e di, por gjithsesi ndiqe emisionin në të kundërt nesër e ke patjetër si kundër sot. Që e dash përgjigjen, dakor Drita? Shumë faleminderit. Je shumë I mirë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Pafshim nëna. Pafshim. Publicitet vim pas pak në pjesën e tretë programit, mos u largoni. Mirë, kthehemi në studio në të tretën pjesë të programit, ora 8 fiks, telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Okej. Jam drejtuar disa herë në pas I Albanis, për të thënë një vërtetim si persekutuar politik. Kam aplikuar 3 herë. Po. Se I Albania. Pastaj jam drejtuar me disa letra, më shumë se 3 herë. Kujt? Institutit? Edhe nuk më del një dokument I persekutimit, ku patra ime e ka marrë shumë kollaj, edhe unë jo, se ajo s'kishte dokument fare. Si nuk ishte dokument? Nuk ishte dokument, do më them, unë ja dhash ato dokumentet të familjes edhe ajo e nxori për një kërkesë. E nxori në Albania? Në Albania. Ndërsa mua më thonë... Po si quhet dokumenti që kanë nxjerrë në Albania? Se nuk e kam dëgjuar ndonjëherë këtë shërbim që të jetë në Albania. Uso? Si, do të thënë, shërbimi, çfarë shërbimi aplikoi që nxorri këtë dokument? Se nuk më ka rastisur ndonjëherë për vërtetim si person që je I persekutuar politik. Kërkoj një dokument si I persekutuar politik, si familje dyshi është pushkatuar.
tim një dokument. Po juve çfarë ju thotë Albanian kur Nuk më del, nuk ka, andaj këtej, pastaj do të nuk të vjen si përgjigje apo të vjen që nuk je? Nuk vjen përgjigje. Nuk të vjen përgjigje. Pastaj jam drejtuar me disa herë letra. Po. Për ta marrë fizikisht apo nuk ose më saktë cili institucion ja u kërkon këtë zë? Fizikisht më kanë thënë se duhet të aplikosh gjithmonë, se nuk fuset njëri brenda. Tani. E kuptova, po për çfarë ju duhet ky dokument? Bëhet një ngritje pensioni as 10.000 lek në muaj. Është 50.000 lek në fakt nëse. As 10.000 lek të vjetra, jo të reja. Shiko, e dashur, unë di që ka një procedurë të tillë për dokumentin e ish përndjekurit politik, është një dokument që ja dëgjoj një sa të lexoj, më fal. Okej. S'ka gjë, jo lexojeni. Në përgjigje të kërkesës suaj, të numër gjysh. Apo pas ke marrë përgjigje pra? Gjyshmërie datë, më fal një minutë, 5/11/25 lidhur me dokumentacionin e njojës së dëbimit për arsye politike në emër të Lindita. Nëse. Masanela, ju bëjmë me dije se kërkesa juaj po punohet pasi të bëni një aplikim të ri të vendosni certifikat martese ku pasqyrohen të dyja mbiemrat Tinela si dhe bashkëngjisni mandat pagesën sipas shërbimit. Po, e kam bërë dhe këtë. E ke bërë atë? E kam bërë edhe më ka ardhur një përgjigje tjetër. Që duhet t'i drejtoheni DPA. Kush është DPA? Jam drejtuar DPA. Aha. Edhe më ka kthyer një përgjigje tjetër. Cila është përgjigje tjetër? Kërkesës suaj gjyshmërisht numër datë aq dokumentet jojës të dëbimit termini për arsye politike në emër të cila në emër bashkëngjitur ju dërgojnë një uli çiko biro. Ska gjë jo. Më falë. Aha. Pra ideja është që nuk e ke marrë atë dokument që të duhet. Urdhra? Pra nuk e ke marrë atë dokument që të duhet, po them. Po. Dhe cila ishte përgjigja pas aplikimit të dytë? Ti drejtoheni DPA. U drejtova DPA-s. Edhe më thotë në zbatim të menit 58 numër kaq 954 datë aktivat të ndryshuar, punojësit e rrjetit arkivor të Shqipërisë shërbejnë dokumentet besnikërisht me origjinën pa koment edhe interpretime. Po? Komisioni Trepal që i punëve të brezve vijojnë të punë. Edhe prapë nuk më pranohet, më kërkohet një dokument nga shoqata e perspektivit. Dërgoj letër atje. E dërgove dhe atë? E dërgove dhe atë, po them? E dërgove dhe atë, kam një muaj që nuk më është kthyer. Gati një muaj, ja nuk e di. Gati një muaj? Po. E kuptova. Nga Albania kujt është bërë aplikimin, zoj? Albania a e ke bërë ti? Private atë... Jo, edhe një nga Albania jote? Po. Po pra, do më thënë, e kërkon ti personalisht të dokument? Po. Si e ke një emër? Lindita Nela. Lindita? Nela. Babait, lutem? Masar. Masar? Po. Banon në? Lushnje. Sa ko po bën që ka aplikimi parë? Aplikimi parë po bën që në 2025, do më thënë, kam dalë në qeshor, në 27 qeshor kam dalë në pension, mas një 4 muaj është po një herë. Kuptova. Kam aplikuar aplikimi parë. Po pyesim për të parë se çfarë përgjigje do na japin, dakord? Shumë faleminderit, Asgjë. falenderoj. Të lutem, faleminderit edhe juve për telefonatën. Përpara se të shkoj me tjetër edhe një herë për zonjën që na mori pak më herët. Ku jemi se na iku për zonjën Drita Doku, për të sqaruar dy gjëra sepse mund ta ketë gjendjen civile në Kruj, por duhet parë sistemi sepse në drejtorinë e sigurimeve shoqërore, Drita, nëse na dëgjon, nuk del në drejtorinë rajonale e sigurimeve shoqërore Durrës, nuk del
në sistem, kështu që të lutem në rast se mundesh na telefonoj edhe një herë për të kuptuar se ku është gjendja civile në mënyrë pastaj që të futemi në sistem për ta parë. Na telefono sërish. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zoti. Në zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirë bora. Desha me du të dërgoj diçka në adresën e juaj. Cila është adresa? Ora News. Ora News, vetëm kaq. Jo Klodi Karaje. Po Klodi Karaje, po çfarë do dërgoni? Më trego, çfarë halli? Do dërgoj një diçka me zarf, me fjalë që do dokument. Të marrësh këtu me fjalë. Dokument. Po. Po për çfarë bën fjalë? Ma thuaj këtu, ne jemi këtu ti thua të dërgoj. Dgjoj. Pra? Bet lafi për në legalizim shtëpie. Okej. Kam pas futur edhe dyqanin edhe shtëpinë. Aha. Tani, për dyqanin. Ka dalë asnjëra? Jo, më fal. Për dyqanin më ka dalë ajo leja dhe hipoteka. Dhe sa për shtëpinë më ka dalë legalizimi për s'mjapin hipotekën. Pra tani ke probleme të me shtëpinë që s'e ka dalë certifikata e pronësisë apo jo? Po s'mjapin atë të hipotekës. Dhe më thonë që duhet një prokur nga djali. Djali nuk është këtu, është më të ndedi. Po pse? E s'po e kuptoj për. Po që ti ka prokur? Duhet prokur, sot nga djali, sot, që të jep ty të drejtën që të se kuptoj e prandaj thashë t'i shkruaj me letrë të dërgoj me fjalë. Kush e ka ndërtuar atë shtëpinë? Unë, babaj. Po që ti ka djali? Të ri, jo, të kuptoj edhe këtu me fjalë, po problemi është se është ndërtuar në tokën me ligjin 7501. Dhe ka qenë pjesëtar dhe djali. Po ka qenë pjesëtar për ndarjen e tokës për frymë. Po. Po ti kur ke aplikuar njëkohësisht bashkë me dyqanin apo jo? Pikërisht, këtu e kam problemin. Po ç'ti ka se fakti që kanë dhënë legalizimin, domethënë kjo. Ku do të prova, zotri? Në falë, zoti Klodi. S'ka gjë jo. Dëgjova një më përpara. E fjalë, po të kesh miku në deputetit, me ke parasysh se edhe unë i ka të gjëra. Dhe parë me fjalë, bëra diçka, me fjalë madhan. Nuk e dëgjova këtë, si ishte kjo deputeti? Foli njeri ke juve. Që ta pak më herë, po jo më ja. Unë me fjalë dikur ka pa deputetin, më kuptoj se si ta them. Dakor, do e kuptoj, ndërkohë është çështje ndeshme patjetër, por që ne jemi munduar dhe shumë raste i kemi jo shumë, po goxha shumë i kemi zgjidhur, me thënë drejtë. Ku ndodhet prona? Në Valies të vjetër. Ti e ke dokumentin që ke aplikuar, ë? Patjetër. Një numër telefoni do më japësh? 067 26 67 587. 587. Ku ka qenë përgjigja e fundit që keni marrë për këtë? Nuk e kam të saktësuar, me fjalë po them ja para 2 muajsh, i fjalë kam marrë këtë përgjigje që të prokurës. Po. Unë të kam lënë një mesazh aty tani, kur të mbyllosh telefonin. Edhe mundohu të më nisësh edhe dokumentin që vërteton që është bërë aplikimi, por edhe përgjigjen që ke marrë para 1 apo 2 muajsh, kur më the. Jo. Për përgjigjen e kam marrë me gjërat e zgjedhur. Si, nuk e dëgjova edhe një herë. Urdhë? Përgjigjen e kam marrë ke noterja me fjalë gojarisht, me fjalë nuk e kam në shkrim me fjalë. Po s'ka gjë, më jep vetëm dokumentin e aplikimit, e ke atëherë? Po. Okej, vetëm atë dokumenti që vërteton që është bërë aplikimi dhe certifikatën e legalizimit të shtëpisë me foto. Shumë faleminderit. Këto të dy janë aty, dakor? Rosh, më fal se të vonova çike. Absolutisht jo, mos u shqetëso fare. Faleminderit, shumë faleminderit. Edhe ty faleminderit shumë. Në 8:11 jemi pjesa e tretë e programit 068 60 54 639 dhe 068 99 00 008 për të vjuar komunikimin me ju. Mirëmëngjesi. Alo? Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Po.
Më dëgjoj vetëm nga telefoni. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit, zonjë, të lutem. Po, që sa ta unë dhe goca. Ule në Jem një zero. pensioniste nga Komza. Aha. Kom Ule zërin punuar e me televizorit, në të kundër do pres telefonat tjetër pastaj. Nële me kri. Ule televizorin, të lutem shumë. Po. Ule në zero, Keni me pastaj defekt. fol, të lutem. Jo, du ta ulesh në zero, Po, dashur. jam një Ule pensioniste televizorin nga në zero, Komza. ule. E kom ule. Ule në zero, zonjë, të lutem. Se e kom ule. E kom fikre. Okej, shumë mirë. Jam një pensioniste nga Komza. Mhm. Kom punuar në Dëshet Kuksit. Kom Po? punuar në kooperativë të Arnit. Kom paguar në sigurimet si fali shoku Edi Rama. Mhm. U ka puna më ka dalë pensioni 70.000 lek. Po? Kur nxirra pensionin, pri vitit 1981, e 91 kishin hu 10 vjet pune. Bona aplikim ato here, s'ke përgjigje me gjizh, unë ishe me smut, fëmijit nuk I kishëm këtu, e në meta me 70.000 lek, për 10 vjet, shtash më bani 120.000. Nuk kërkoj, se kom kërkuar vetë. Dha e djera ma këtë vit, ka 8.000 lek në muj, Po? Ju sa morët? unë mora, betëm janarin, e në mo asë një lek. Po, jo, mos u ngatroj, dashur. Me kërkuar, se jam shumë e smut. Ja, mos u ngatro, e nderuar, më dëgjoj pak të ta shpjegoj sepse janë ngatruar shumë njerëz lidhur me këtë. Po, Në dhjetor, sa e kishit pensionin? ishin e 12.000 lek. Bravo, E 112. dit 300 lek, e dit 300 lek. Okej, e marrim 112 për ta kuptuar. Në janar morën 120? Po, e Bukur. 400 lek. Sekond. Po mirë prapë, dakor. E lëm atë për ta kuptuar, mos e themi Po. fikse, nuk na duhet kështu. Pra në janar ti morën 120. Po, Në shkurt morën 120? jo. Sa more? Kur tas një mësot. Ha? Jo, as një lek ma tepër. Zonja edhe një herë. E kom letën këton. Të lutem. Kur e ke marrë pensionin e këtij muaji? Çfarë date? E kom marrë me 15. Pardje. Pardi. Sa lek morën? 120 Sa? e 4.000 lek. 100 134.000 lek. Më falë se 1.000 lek mi ma banga mu. 134. Po. Po ti the 120 çfarë? Pisash po 1.000 lek mi ma banga se mi bete shpia se s'munem me shku me morë. Atëre, edhe një herë. Po jo mos më dashur. Edhe një herë, sa e ke pensionin nga sigurimi shoqërore? Sa lek? Sa e kishe në dhjetor? 100 Në dhjetor, në dhjetor. në dhjetor 124.000 lek. 124, stop. Në janar? Një në është të këti mujt, unë shtash kom 124.000. Në janar, e dashur, sa lek more në janar? Nuk e mojnë, për zotë. Po në shkurt? Ashtu. Po sa të shtua, o zoj, tani të lutem? Mu shtua 8.000 lek, bre. 8.000 lek, po pra nga dhjetori që e kishe 124, the apo jo? Jo, shtash këmon 124. O zoj më lodhe, në dhjetor sa e kishe, të lutem, e dashur? Në dhjetor sa e kishe? 116. Qashtu. 116. Po. Në janar morin 124. Po, Sot a meri 124? Jo, Ha? sot më 100, sot lexohet. 120. No, 120. Po pra, merr më shumë se sa janari, se sa dhjetori. Po pra e kumoni mu june. Po aq është ajo zonjë, e ke marrë dhe muajin tjetër, nuk është se do shtohet 16 muajin tjetër, 24 muajin tjetër, 32 tjetrin dhe kështu me radhë. 8.000 lekë që ju keni marrë, që ndron aq dhe nuk lëviz deri janarin tjetër nëse do funksionojë sikur u tha. Po ai sa i merr muaj për muaj tani. Muaj për muaj pra, se po mos e kishe marrë do ishte hequr ai dhe do shkoje prapë te 116 që aty. Po bon se Po jo pra. Si kanë marrë shok 8.000. O e dashur edhe një herë, të lutem. Pensioni që ke pasur nga janari do ta kesh deri në dhjetor aq. Më kupton?
Me vetëm 8.000 lekë do të më shtohet. 8.000 lekë pra. Për një vit. Për një vit. Pastaj do shtohet 8 të tjera, do dyfishohet ajo. Por vitin tjetër, jo këtë vit. Pra nuk ju keni pritur, se prandaj thashë që është keq kuptuar kjo. Ju keni pritur që në janar të merret plus 8, në shkurt të merret plus 16, në mars plus 24 kështu me radhë. Po jo, rritja që është bërë në janar thjesht nuk hiqet më. Ndryshe nga bonusi dhjetori që u hoq, e more një herë dhe s'more më, e kupton? Ndërsa ky 8.000 lekë që unë si më kanë humb. 10 vitet varet ku ke punuar që të ka humbur. Unë punuar në kooperativ bashkuar me Ardhmë SR. Kur ke dalë në pension, zonjë? Unë 10 vjet Jo, kur ke dalë në pension? Jo, zotë, nuk e di veç 10 vjet bëj si të bëj. Po tani nuk e di këtë, nuk e di atë kur ke dalë në pension, o zonjë? A do shishi si të ka. Sa vite ke që ke dalë në pension? 10 vjet në ngusht. 10 vjet që ke dalë në pension? Po, e kam aplikuar, ma pa e kam marrë mas viti të rria, ku e di ato 3 Po mi pa mi, dakor, do më thënë ti e 70 vjeçe? Po 70 vjeçe, mu kom hi për 71, dhe të linja... E kuptova, ato vite vetëm e gjukat mund t'i gjesh, zonjë, ti ish kooperativës bujqësore. Ta e di mama e. E di. Se kur e qyti një... Po, prandaj të pyeta kur ke dalë, pra sepse ka dalë ai ligji, por ligji është për ata që dalin në pension nga 2025 ai këtej. Më kupton? Prandaj të pyeta kur ke dalë, se po të kishe dalë tani do ishte njohur me ligjin e ri nga mosha 18 vjeç. Fakti që ke dalë më vonë nuk të llogaritet me ligjin e ri. Fakti që ke dalë më herët. Po. Mirë. Të përshëndes shumë dashur, faleminderit. Asgjë fare, të lutem. Shkoj me tjetër, ndjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Nuk kam shumë për të folur, Urdhë? Jo. Po. Ule zërin e televizorit një herë, të lutem, sepse është goxha, më krijo goxha problem. Nuk kam shumë për të folur, jo. Po. Për këtë protestë të plas pak. Tani, në falur edhe në mes në mbajmë një popull apo një njeri? Ma bë mua pyetje, më fal. Po. Si është pyetja? Si është pyetja, me mbajmë një popull apo një njeri? Po edhe njeriu po ja bëre pyetjen popullin do thot. Urdhë? Një popull apo një njeri duhet mbajmë? Po ma bër mua si pyetje. Urdhë? Shiko, populli ka marrë fund. Pse? Këto po mbajt një njeri nuk je keq, Si ka marrë fund populli mo? Pse e thua ashtu? Po ka marrë fund populli, se në populli në vërjet gjithë Ti je pjesë e popullit, ti je pjesë e popullit besoj apo jo? Kështu është populli në bazë kryesore. Jo, ti je pjesë e popullit besoj apo jo? Po, pjesë e popullit. Urime. Shëndet. Ti je mirë. Ike me tjetër, jemi në 8:20, po... Po tha, jam pjesë e popullit. Tani mos bje me këmbë të tua pastaj. Mirëmëngjesi. Ule zërin televizorit, të lutem. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Të tregoj pak problemin tim që kam. Unë jam pensioniste e kam një djalë 20 vjetë me sëmundje Down. Para 10 vjetësh ka vdekur babai. Dhe faktikisht i takonte të mirë të një gjysmën e pensionit të babait. Jo, nuk i takonte. Kjo është e drejtë që nuk të lind pa aplikuar, pra duhet ta aplikosh. Po nuk e dija që duhet të aplikoj, se dija pjeta... Ju e keni për vete, zonja, apo jo? Jo për mua, për se s'po dëgjoj. Jo, djali do i takon të marri një pjesë të pensionit babait, jo mua, flas për vete, për djali. Pero, ka lidhje me këtë, pensionin që ka pasur bashkëshorti e merr zonja gjysmën e tij. Nuk ka marrë pensionin tim, po flas për djalin. Po jo, po më thuaj. Rregullisht kështu që i takon të marri gjysmën e pensionit të babait. Tani unë problemin e kam, ai ka filluar ta marri, po unë duhet të aplikoja në moment që... Duhet kisha aplikuar, dhe çdo përfitime ndëruar, si nga bashkëshortja, si nga fëmijët,
bëhet në momenti kur aplikohet. Pra është një drejtë e cila të lind kur aplikon dhe efekti financiar pastaj lind nga momenti që bëhet aplikimi. Po në moment që se di nga ta marrshme, mendja ta marr tjeta u interesovan sigurime dhe më thanë atëre që i takon të marri vetëm kempin, e kupton, nuk duhet të marri në babaj. Rastësisht e mora vesh më vonë që i takonte. Dhe ishin afertisht 7 milion lekë që... Nuk kthehen më ato për fat keq e dashur. Sepse thash, është e drejtë që lind duke aplikuar dhe në momenti kur aplikohet. Duhet ta marrësh me mendje, ku ta di se mos i dia të rregullat dhe një herë vetë njeriu se din dhe po pra ky dhe fatkeqësisht nuk merret në konsiderat asnjë arsye apo justifikim, le të themi. Më kupton? Ka rastisur herë tjetër si ke rast? Po, po për këtë rast nuk është kam parë atje. Është njësoj për të gjithë, si kundër është ajo e pensionit normal të njerëzve kur aplikojnë në moshë pensioni, që kur atje ka një tolerancë që kur kalon viti nuk të llogariten këto pjesët e prapambetura dhe pastaj të lindet drejta për ta marrë pensionin nga momenti kur aplikon, nëse aplikon pas një viti. Po kupton? Të gjitha shërbimet dhe aplikimet e tjera janë momenti kur bëhet aplikimi. Tjetër gjë ajo, se pensionin e di kur do dalet në pensione, kupton, po kjo ishte një gjë që nuk e dini. Nuk merret në konsiderate tash. Unë do doja të thoja që merret në mënyrë se nuk që kanë dhe pak lek. Me thënë të drejtën. Janë goxha. Tjetër. Dhe të mbasin në një mënyrë të tillë kështu se një përgjegjësi nuk e kanë ata të lajmërojnë, për shkakun që ke për të marrë, ke për të marrë. Nuk e di. Nuk e kanë, me thënë të drejtën. Është diçka që duhet ta bëj vetë qytetari. Po mirë. Si ta marrësh me mendje ato, me kam këtu muhabetin, gratë. Ç'ishte ku ta di edhe se ndodh. Prapë të jetë përgjigje do i them për fat keq tash. Po mirë, faleminderit. Shumë faleminderit juve për telefonatën. Ditë mbar. Jemi vonë, se kisha parë orën. Kalojmë në mesazhin për domosdoshmërinë e krijimit të fondeve private për sa i përket pensioneve. Apliko sot për një llogari pensioni privat, në mënyrë që pas 10, 15 apo 20 vitesh, në varësi të moshës që edhe sa më herët të nis ky proces, aq më shumë dhe i lartë do të jetë përfitimi, por dhe aq më i pak do të jetë kontributi apo investimi juaj mujor, në mënyrë që ti ta përcaktosh vetë të ardhmen tënde financiare. Do jetë shumë mirë që në atë moshën e pensionit, dhe kur them moshë pensioni në fondin Sigal, në Sigal Invest, e kam fjalën 5 vite përpara moshës ligjore në pension, ti ke një pagesë shumë të kënaqshme. Dhe pastaj ke 2 pensione bashk. Edhe pensioni që merr nga shteti dhe pensioni që merr nga pensioni që ti ke krijuar vet. Asgjë nuk duhet lënë në dorë të rastësisë apo të institucioneve në bazë performancës që kanë për të shpërndarë her pas here indeksimet apo rritjet shtesat që bëhen, por që reflektimi në xhepat e qytetarëve sipas tyre është jo aty ku duhet, dhe vjen koha dhe një moment që ne duhet të ulemi me veten tonë dhe të themi, unë kam kaq të ardhura mujore në shtëpi. Po sikur një pjesë prej tyre ta kursej për fondin, për pension nesër, që do thotë kjo ti e mbron paranë tënde, i jep vlerë dhe kuptim, e përsërisim disa herë, por sa më shumë përsëritet, besoj që edhe ngulitet në mendjet e njerëzve, nuk e ke fizikisht po themi në dorë që të ekzistojë mundësia për ta shpenzuar për disa shërbime të cilat nuk është se do të përmirësojnë jetën tënde, por thjesht e ke të kontrolluar atë, e ke në telefonin tënd 24 orë, duke parë se si ndryshon gjendja e llogarisë tuaj nga sot, nesër dhe për vite me radhë. Kështu që shumë fishoni paratë tuaja vetëm me 5 minuta kohë dhe me shpenzim zero, dhe përfitimet e tjera pastaj do të jenë të drejtë për drejtë, jo vetëm për çështjen e pensionit dhe shtibit të parave në llogarinë tuaj për pension privat, por edhe jashtë kësaj, siç mund të jenë lehtësira fiskale, tatimore, spitalore, detyrimi për të paguar siguracionet e makinave do të paguani më pak se sa pjesa tjetër, dhe gjitha përfitimet e tjera të cilat do t'i mësoni pasi ju të bëheni pjesë dhe të telefononi numrin poshtëm për pension private. Ku ka më mirë se sa në Sigal, në kompani më të madhe në vend, kështu që faleminderit Sigal, publicitet vin pas pak në 20 minutat e fundit. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit, më pak se 20 minuta kohë televizive deri në përfundim. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Ka lënë tavolin.
Po, urdhoni. Urdhoni. Urdhëro. Po ule zërin televizori, zotri. Jam Rakibi ore. Urdhë? Që të marrë në telefon para 2 ditësh. Okej. Marrë para 2 ditësh telefon. Aha, ku je mo Rakip? Ule zërin. Ore, he. Përgjigje më thema të kthej. Ule. S'kam telefon, ajo është ullur fare. Ullur është ullur. Ule zërin televizorit, të lutem. Shpojë vetëm ta fik fare o Klodi. Jo, ule, po lere tani se unë dëgjoj vetën ti thua s'kam televizor. Ule mo. O Rakip. Urdhë. Ule zërin televizorit. Urdhë. Ule zërin televizorit, mos më përgjigj 2 herë. Ula. Ule, o zotri, ule more ti e çuditshëm. Ua. Be ullur fare 3 është. Po le po 0, jo 3, 3 thot ullur. 0. E ule. E ule. Si u bajo që të thash? Po ma tregoj rastin tani, se unë nuk të njoh nga zëri, nderuar, të lutem. Më thuaj. Si që është fare i metin. Nuk më shikon fare? Jo. Po se ke lidhur figurën me zërin? Po s'ngjoj unë një mes ngjoj fare që nderuar, më dëgjoj pak. Një sekond, më dëgjoj vetëm nga telefoni sepse nuk merremi vesh ashtu, sepse ajo që them unë tani dëgohet me vonesë në televizor dhe pastaj krijon probleme. Për çfarë rasti bëhet fjalë? Më thuaj. Jo, pra gjithashtu për pensionin në Kishëllapin, unë që më u kthyer të minjes, më u kthyer në kooperativë. Bukur. Do të kthej përgjigje brenda javës, e kam dërguar në institucion, po sa të hapet dosja dhe regjistrat, mirë, do pakohej. Dhe javës, nuk më prish punë, tash gatmova një çik ashtu. Pa merak fare. Unë nuk harroj, e kam këtë të mirë, kështu që Faleminderit, mua më kanë numër edhe shumë vite që kam punuar në minjes. E di, i kemi dërguar i nderuar të gjitha. Dakor? Dakor, nuk të ngjoj mirë, te ajo blok. Ti je mirë dhe ti, faleminderit për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëro. Si jeni, se kalon? Mirë, si jeni, uzoj? Mirë, faleminderit. Po. Jam e shqetësuar për diçka shumë të madhe, po edhe të vogël. Po? Kur kryeministri i bëni gjopat pensionistëve për kamat vonesat. Cila kamat vonesa? Paguam subvencionet e burrit, edhe na vun 1.470.000 lekë. Çfarë? Kamat vonesa, thoshte. Të kujt? Të sigurimit pa që derdhën. Edhe sot ai ka fal gjitha. Po. I mes mund mi kthejnë ata lekë prapë? Jo, e dash. Po mirë, po si ka mundësi sa ja merr, sa ja jep? Po shiko, nuk funksionon kështu. Edhe më përpara ka pasur amnisti për vitet e punës. Vite më përpara, por nuk funksionon që nëse ka pasur amnisti duhet të Jo amnisti. Ne besu na vu gjoba derdhëm 18 vjet me na 440.000 lekë. Po, e kuptoj. E kuptoj pjesën morale, po themi kështu, por që përgjigjes nëse të kthehen apo jo, nuk kthehen, me thënë drejt. Nuk thënë sepse vendimet që merren apo ligjet që miratohen nuk kanë atë, e themi shpesh neve, nuk kanë fuqinë prapa vepruese, pra kanë funksionimin nga ai moment dhe në vazhdim. Domethënë një që sot e turinës po paguajmë taksa fare, ku do na falin edhe ai? Tjetër gjë pra, nuk ka, thash edhe një herë, vendimet që merren nuk kanë fuqi prapa vepruese për të rregulluar ato që mund të jenë bërë ndoshta gabim qoftë edhe padrejtisht. E kuptova. Në kurrizë të asaj. E kuptova, po flas. Unë për shembull mund të loj taksat e punës që kam aty poshtë, mos e paguaj. Mi fal mua, mi fal. Mund të eksperimentosh me këtë gjë, po qëse s'të kap lapsi deri në momentin që ndoshta mund të ketë ndonjë falje, po mund mos ketë asnjëherë falje, po ne këtë nuk e dim. Na ka mërzitur shumë. Urdhë? Na ka mërzitur shumë, na ka mërzitur shumë. Qartë. Okej. Mirë, dhe marrë dhe kalufshë. Faleminderit shumë për telefonatën, gjithë të mirat e dashur. E kuptoj mënyrën, logjikën që përdoret, por kemi thënë është mes morales dhe ligjores, që kjo e dyta pastaj është mbi
mbi atë të parën. Okej, jemi në 2-13 minutat e fundit të emisionit për takimin e sotëm në 068 60 54 639 068 99 00008. Mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje, Claudia. Urdhro. Jam një zonjë, kam dalë pensionin e burrit. O? Në 2006. Edhe kam marrë, se burrim ka vdek, kam marrë pensionin e zotërisë. Po. Tani, kur kam ush moshën, 65 vjetë që kam dalë pensioni vazhdon akoma të më shkruhet pension familjar dhe nuk kam asë një ngritje pensioni. E kuptova, atëre zonjë? Urda. T'ju sqaroj. Kur ju plotësuat moshën ligjore për të dalë vetë me vitet tuaja në pension, a aplikuat për pension? Jo, vazhdova me atë pension, nuk aplikova. Po si të ndryshoj pastaj ti pension familjare ke akoma? Pra, duhet të aplikoj? Atëre, ja pra të shpjegoj që mos se krijon probleme pastaj. Kjo duhet të aplikoj varet nga shumë faktor. Nëse juve në moshën kur keni plotësuar vitet dhe tani, nuk e di çfarë moshe keni, nëse keni vite që mendoni po, nëse ju keni vite aq sa pensioni juaj në bazë të moshës e kalon vlerën e pensionit familjar, pse mos aplikosh? Por nëse ju keni pak vite punë dhe aplikimi për pension pleqërie me vitet e punës tuajat del më pak se sa pensioni familjar, atëherë mbaj familjarin. Dhe këtë gjë tani e ndani ju, por ajo nuk mund të ndryshojë përcaktimi i pensionit familjar, pavarësisht kalimit të moshës ligjore nga ana juaj, nëse ti nuk ke aplikuar për pension. Qoftë ky pasaj urban, qoftë rural, qoftë i pjesë, qoftë i protegjita. Mund ta kthejnë vetë ato. Jo, nuk kthehet vetë ajo, ajo është një drejtë që ti e merr duke aplikuar. Mund ta kthej nga pension familjar në pension pleqërie. Nëse ja vlen, po themi nga ana financiare, sa ke pensionin familjar? Nuk i gjej dot vitet e punës se. Prandaj thash pra, është zgjedhje që bëni ju. Por nuk ndodh në mënyrë të pa kërkuar nga ana e qytetarit të ndodhi nga. Edhe kam shumë të ulët, më ka dalë pensioni 53.000 lekë. Le sa ka dalë, sa është sot? Kur ka dalë, ka punu 25 vjet minier. Sa e ke sot pagesën e pensionit familjar? 140. Shumë pak është. 25 vjet minier ka punu burri. Kështu pra. Faleminderit. Asgjë të lutem. Faleminderit juve për telefonatën. Gjithë të mira, shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe glad. Urdhëro. Unë jam nga Lezhë. O? Dhe fatkeqësisht më ka vdek gruaja para 4-5 vjeç. Nuk e di nga ka lidhje me emisionin, po me temën e sotme, po për atë ligjin 20-20, nuk e di. O? Unë kam një dëllim e pak tokë, po i kam bërë gjitha letët e administroj, pa 30 vjetë që e administroj, e punoj gjitha, e kam një letra mangut, 100 letra, e pa ta aplikua në është pranua nga komuna, nga kadastra, nga një sekund, pra ti e ke bërë pranën tënde me certifikat pronësie, por ke 1200 metrat pa certifikuar, the apo jo? Po. Po ke bërë aplikim më vete për këtë pjesë? Po bën aplikim në komunë marsha aprovua. Jo në komunë, aplikimi nuk bëhet në komunë nderuar. Aplikimi bëhet në kadastër për certifikat pronësie, nuk bëhet në komunë. Po unë kam shkuar në hipotekë, po shihni çfarë këtë ka aprovua. Ka me puna në hipotekë, nuk e di se çfarë do bëhet. Aty jam thonë nuk mund ta vazhdoj se është anulluar për momentin ligji. Çfarë do thonë nuk mund ta vazhdoj se? Po ku diun është bllokuar për momentin ligji thotë ata. Jo, s'ka lidhje kjo. A keni një dokument që vërteton se keni aplikuar në kadastër, po them, jo në komunë se nuk. E ke? E kam nga bashkia, le maksoj më përgjigjen nga bashkia. Jo, s'të pyeta për këtë nderuar, edhe një herë të lutem. Dokument që vërteton se e ke bërë aplikimin në kadastër, aplikimet për legalizim, për certifikat pronësie, për kartel pasurie, për gjitha merat, për hartë treguese, gjitha bëhen në kadastër, nuk bëhen në komunë.
Në ish komun, po them. Shkuar në kadastër, më kanë thonë është do polizi për momentin. Jo, s'ka lidhje i nderuar. Ti me planin rilevimi që ke të tokës ose me çdo dokument që vërteton se toka është e juaja në mënyrë se si e ke marr, aplikoni i Albania, i ngarkon gjithë ato dokumente që ke, aplikoni i Albania dhe pret përgjigjen apo interpretimi nga ana e kadastrës. Ky quhet aplikim. Mirë, faleminderit. Më kupton? Bëje, mos e lër se nëse është e jote. Nëse s'është e jote pastaj. Faleminderit juve. Gjithë të mirat, faleminderit. Shkojmë me tjetër telefonues. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Duhet të sqaroj me juve. Kush quhet pensioni i pjesshëm? Ja do ta them kush quhet pensioni i pjesshëm. Atëre. Kur ke dalë në pension dy? Kam dalë në 2009. Atëre, do të them unë kush quhet. Pensioni i pjesshëm quhet ai pension kur personi ka dalë në pension me më pak vite nga sa duhen në atë vit që ka dalë. Po themi këtë vit duhen 39 vite punë për të dalë në pension. Në rast se ti kur del në pension, ke 38 vite apo 37 vite apo 38 e pak muaj dhe jo 39 sa është pragu maksimal, quhet pensioni i pjesshëm. Më thuaj. Kur kam dalë në pension, duheshin 35 vite punë, që unë i kisha 35 vite në punë. Po përgjigja që kam marrë nga institucionet, më kanë thënë që i ke vite të shpërndara, gjysmat në kooperativë dhe gjysmat në shtet. Është e vërtet kjo? Si është e vërtet? Këtë duhet të pyes unë ty, është e vërtet se ti e di ku ke punuar? Unë vërtet duhet të pyes. Dashur, kjo është e vërtet nëse ke punuar dhe në ish kooperativ dhe në institucione shtetërore? Po, nëse ke punuar, patjetër që është e vërtet dhe sigurisht që të shpërndara do jenë vite, se nuk mund të jenë në një vend. Pra, puna që ke bërë në shtet mund të jetë në ish kooperativ bujqësore. Kjo më penalizoni që ka marrë vetëm 8.000 lekë? Jo, nuk të penalizon kjo, duhet të ta them pse je pensionist, pse është pensioni i pjesshëm. Do kesh dalë me më pak vite nga sa janë dashur në atë kohë. Megjithatë, kam pasur pensionin 19.34 dhe tash e kam 21.46. Ku banoni ju zoj? Në fshat, në zonë rurale. Po pra, ku, në cilën drejtori sigurimesh ke bërë aplikimin përpara për pension? Në Lushnjë. Shikoj, ti e ke marrë përgjigjen nga institucioni që je i pjesshëm apo jo? Po ja pra, për këtë më kanë thënë që nuk i ke të gjitha në një vend të vitet e punës. Kjo nuk ka lidhje? I ke gjysma. Kjo nuk ka lidhje me këtë? Me sa vite ke dalë në pension, kjo ka lidhje? Me 35 vite kam dalë në 2009. 35 vite? Po. Emri si e ke, e verifikojmë ne pa merak, edhe pse besoj që ashtu do jeti pjesshëm. Si e kemi? Shpresa Topi. Shpresa? Topi. Topi, babaj. Shahin. Faleminderit zonjë. Faleminderit juve. Ditë bukur. Shumë faleminderit. Uroj gjithë të mira dhe fal për shqetësimin, a? Asgjë nuk na shqetësove. Faleminderit shumë. Okej, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një zonjë nga Tropulla. Po nuk ka të bëj kjo pyetja ime dhe interesim me pensionet. Ka të bëj diçka tjetër. Po nuk e kemi të përcaktuar ne zonjë, atë thoni çfarë doni. Doja të thoja to shtesat për fëmijë, a ju takon familjarëve që kanë një rrugë minimale? Se kuptova pyetjen. Cilat shtesa, zonjë? Ligji që doli në janar, që do të japim familjeve që kanë fëmijë në mbushim, të cush. Që kanë fëmijë në? Në moshën 18 vjeçare. Për sigurime? Jo, sigurime. Ato jenë sigurime nënës? Për librat, për mjetet, për gjërat që nevojitën çdo fëmijë. Po pra, përfiton nëna sigurime, vite sigurime. Kur në? Përfiton nëna vite sigurime, nuk ka lidhje tjetër kjo.
Nuk kuptova një. Po prap njësoj do ta them, domethënë përfiton nëna për këto raste që po më thua. Nuk përfiton apo përfiton? Përfiton nëna, po kur të dalë në pension. Përfiton në pension. Po në gjë. Ai ligji që u bën janar. Edhe thoshte njerëzit që kanë më shumë se 2 fëmijë do të kenë prioritet të marrin haxhimet që i takon çdo fëmijë që janë për shkollën, për veshje, për tona. Nuk e kam dëgjuar këtë zë. Nuk e di këtë. Di që është ai përfitimi për sigurim, për vite sigurime, për vjetërsi po themi, por që kjo bën në moshën kur të dalësh në pension. Këtë përfitim tjetër nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Nuk e dëgjuar, më falni pra, se ndoshta. Jo, asgjë, të lutem, po nuk ekziston, nuk është kështu. Mirë, ditën e mirë. Faleminderit shumë edhe juve për telefonatën. Presim tjetër me gjasë e fundit. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes, të lutem, ulë zërin televizorit. Mirëmëngjes, të rej për emisionin. Faleminderit. Ulë zërin televizorit, zotëri, të lutem, ulë zërin televizorit. Nga më tash i ka i privatizimi i partisë punës, nuk përfitoj as një dhim sociale, as punë, as i gjon vesh privat më shirë të fatit. Po? Edhe tash i kom 10 muaj më dalë në pension, i kom pagua 10 vitet bujqësisë dhe nuk me njofin. Kanë përshkutuar në gjitha mënyrat. Po, pse nuk llogaritë, mos është bërë pagesa, mos është bërë gabim? Po, pagesa i kanë marrë lek, 1 milion lek për 10 vite dhe thonë nuk i njohim. Po pra, sepse duhet bërë gabim, pagesa. Po, kanë marrë lekin, ata thonë nuk bën fat. E di, dhe për fat keq nuk llogariten as si vite, nuk të kthehen as lekët që janë bajtur. Kjo është e padrejtë, më bua as tek lekët edhe s'llogaritë. E di që është e padrejtë, nderuar, dhe janë shumë qytetarë të cilët e kanë vuajtur në mënyrë të padrejtë. Duhem ka dalë pension, po punë që më kanë afruar që nga 19 ajo paguaj gjithë ato taksat ujë drita. Kam një vetur private, ajo paguaj ka 600.000 lekë edhe me futën në aty në kompjuter e Albanias që kemë, nuk figurojnë që ka marrë një cent që nga 19 edhe dhe sot, si po bon sa partia punës gati, se vesh në atë ku komponue, që në qëtër centralizës e në vazhdim mërmorjeve, që kanë qenë. Okej. Edhe jena, unë nuk di qa bënë shumë vla, se ku dhe shkujmë, qa do bëjnë, në mëtën mërbur, korupcion, vjedhja, hajnim, të në antë, a lodhë populli që dash për zotën me konë baba, ka drejta me i thonë që dash bëllë mo. Okej. Me i nderuar, jemi në fund të emisionit, faleminderit shumë për telefonatën, juve dhe gjithë të tjerëve që u bët pjesë sot e programit, kështu që ritakomi nesër në ora juaj. Ditë bukur.